Miki ka thonë, unë vetë kam qenë nusa, e di se sa vështirë është me i thonë dikoj tjetër që nuk është nana jote nanë. Titulli nane meriton veç nana jote që t'ka sjellë në këtë botë. Për babin, ti thoja Naim duke i shumë jo bukur. Si je zotre Naim, a jeni mirë? Në gatim nuk jam as pak e mirë, jam shumë e keqe. Miki gatuan shumë mirë, madje e bën një lazanjë, është e mrekullueshme. Ndajmë punët ose secila pjesën e vet, nuk është se kemi rregull strikt që të hënën do të pastrojmë këtë, të martën do të bëjmë këtë. Për mua ishte shumë e çuditshme njerëzit kthenin kokën, shikonin, edhe gjithmonë i thoja Mikit, Mike, po të përmendin, po na thrasin, po na shohin, Mike. Po zemër, po i shoh, po jam mësu, edhe do të mësohesh edhe ti. Kur ka qenë Miria në emision tonë, patëm pas pak e diskutimin për punë të shtëpisë, ajo të pat livdu tepër shumë se tringa i din tëna senet, ndodhja ma qëtë kafen, ndodhja qëtë kafen, po më intereson me ditë, sa ja thuka kuzhina ka këto senet, sa një jetë krenare Miria në këtë pjesë me ty, ose çka ka diçka që e bën tema ndej ta kërkon ton kohën me e boti për to. Miki ndihet krenare me mu vetëm me personin që jam, jo me punët që bëj. Pra punët që ajo ndihet krenare janë pjesa e shkrimit, e karakterit, e leximit, e faktit se kush është Tringa me të vërtetë. Më pas në këto punë të shtëpisë unë gjithmonë e them, nuk janë absolut edhe nuk do të janë asnjëherë element që prishin harmoninë në shtëpisë për kthyer diskutimet kush e bëri çfarë e bëri. Në gatim nuk jam as pak e mirë, jam shumë e keqe. Por më pëlqen kjo pjesa të pastroj, e kam kështu. Po nuk i ndajmë her pas here, i ndajmë punët ose secila pjesën e vet, nuk është se kemi rregull strikt që të hënën do të pastrojmë këtë, të martën do të bëjmë këtë. Pra e kemi edhe kështu tu pa të bëu realisht. Që ke podcasti ju. Po. Po më intereson me ditë komentet e njerëzve kur ju shohim bashkë. Unë thash edhe më herët, neve mundet më na u do pak interesant se kohëve të fundit po më duket ja ka nis me një trend që pjesa me shumë mirë, vjehra me rejen të dyja të bashkë me kon harmoni me njëra tjetrën, po më intereson zakonisht çfarë komente merrni te çka pjesë, ose kur e kanë pa në qytet çoft për herë të para, ose në diçka që ka ndodhur e që mandej e kujton edhe ti tona herët, se çu shumë thash që kjo çështo çu bëni që çështo kur na pa të dyjave bashkë. Po, për shembull, për herë parë kur kam dalë me Mikin në qytet, për mua ishte shumë e çuditshme njerëzit kthenin kokën, shikonin, edhe gjithmonë i thoja Mikit, Mike, po të përmendin, po na thrasin, po na shohin, Mike. Po zemër, po i shoh, po jam mësu, edhe do të mësohesh edhe ti. Pra ishte kështu, kjo pjesa ishte pak e çuditshme. Më pas kur mësova edhe unë, e pash që siç ta thash edhe më herët, të gjithë me një farë dashurie, me një farë mirësie, vina, kërkojnë fotografi, na përqafojnë, edhe sidomos ata që na shohin thonë me të vërtetë që jeni ashtu siç po thoni, siç po ju shohim. Po tu më kalu pak te që kjo pjesa se ti e përmend edhe më herët gjatë prezantimit të Shukur Ketu e thon, Miki, Platori edhe babi. Pse Mirjes Miki e Naimit babi. Edhe kjo lindi shumë natyrshëm. Miki ka thonë, unë vetë kam qenë nusa, e di se sa vështirë është me i thonë dikoj tjetër që nuk është nana jote nanë, edhe mendoj që titulli nane meriton veç nana jote që t'ka sjellë në këtë botë, edhe realisht ka thonë nuk du me pas raportin me ty si vjehër edhe nusa në konteksti negativ siç shihet. Andaj më thirr Miki, më thrasin gjithë njerëzit siç më duan, kurse për babin ti thoja Naim duke i shumë jo bukur. Ndonjëherë i them si je zotre Naim, a jeni mirë, edhe kështu e kthejmë në formë të shakas, por rrjedhë natyrshëm ti thoja babi edhe kështu mbeti pra. Po pa hatërmbetje në këtë aspekt. Të familjarët kur shkoni te pjesa e Platorit, të familjarët të tjerë në Mitrovicë ose kudo që ata jetojnë, çuçi kanë prit këtë pjesën që ndoshta nuk i thu nan, po i thu Miki. Si di, nuk më ka thonë dikush diçka, ose s'është kthy në diskutim, as te familja e Platorit, as te imja. Madje te imja hiç se hiç, nuk janë shumë okej, më ngacmojna ke fol me Mikin, fala Mikit, pra edhe ata thjesht vetë i thojnë Mike. Kurse për pjesën e familjarëve të Platorit, edhe ata ka shumica që e thrasin Miki, kështu që nuk ka qenë diçka e çuditshme për ta. Përderisa ti tha që unë nuk jam e mirë ka kuzhina, besoj që këtë pjesën negative e pas Miria të shtëpia juaj. Miki gatuan shumë mirë, madje e bën një lazanjë, është e mrekullueshme. Shumë me të vërtetë. Bile kam hëngër lazanjë në një restoran italian, thash jo, si e Mikit prap nuk është. Pra gatuan shumë mirë. Cili është ajo shem përveç kësaj që ja kërkon, është ndonjëherë Mikit me bo për ty. Se Anisa mi thonë dhënë Mikit. Po, ai të vërtetë.
Po, influenca pozitive. Përveç lazanjes nuk e mbaj mend që i kam thonë diçka, se me të vërtetë e bën shumë të shishme. Duhesh me e provu, patjetër. Po kur të më ftoni e martë, jo, do në provoj. Po, pse jo?